Mirë se vini në shekullin 21. Mirë se vini në botën e çuditërave, aty ku halali është tepër i vështirësuar, e aty ku harami është tepër i lehtësuar. Aty ku pica arrin në shtëpiat tuaja përpara se të arrijë ndihma e shpejtë. Aty ku veturat e politikanëve janë më të siguruara se sa gjithë shoqëria të cilën ata e votojnë. Aty ku humbja e telefonit dhemb më shumë se sa humbja e moralit dhe dinjitetit. Mirë se vini në një kohë kur besnikëria dhe shokët e mirë janë jetë e kaluar dhe mod e vjetruar. Mirë se vini në një shekull ku paraja është simboli i lirisë dhe maja e shkencës dhe diturisë. Mirë se vini në një epokë të pabesë, ku gënjeshtrat janë bërë të lehta, ku zgjuarësia është bë asgjë hiç, ku varfëria është turp dhe ku lakuritësia është bërë maja e elegancës. Mirë se vini në një botë ku modestia është maja e prapambetjes, kurse bukuria është faktori më kryesor i çdo tërheqjes. Mirë se vini në një botë ku të thesh kufit quhet cool dhe bukur, dhe të mbahesh në normat njerëzore quhet më keq sigur. Mirë se vini në një shekull ku paraja të bën që të respektohesh edhe nëse e ke fituar me haram, dhe të gjithë parimet të tjera zhduken dhe humbasen kurse të mos ishin kurrë rrënjë e popullit tonë. Mirë se vini në një vend që njeriu i ndershëm nuk ka më vend, dhe nëse nuk merr pjesë në lojrat e pista dhe në vjedhje, atëherë është i pandershëm. Nëse largohesh nga njerëzit që nuk do t'i takosh për shkak të sjelljeve të tyre jo dhe për shkak të shpirtit të tyre, të fusin në mbykëqyrje, sepse je bërë rrezik për vendin. Mirë se vini në majën e vulgaritetit në epokën më të keqe të njerëzve dhe të njerëzimit. Mbeqit mirë dhe urime viti i ri hijri.